rikëthujem sërish në studio e tashmë bashkë edhe me mysafirën e parë për ditën e sotme. Do flasim mbi atletikën e me ne në studio është një atlet dënë thotë është Ali Shabani. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, më së gjetë. Faleminderit për ftesë. Faleminderit që ke përgjithur emisionin tonë të vesh. Urojmë që nuk të kemi zgjuar herët me qenë se për sportistët dita fillon mëngjes. A është e vërtetë kjo? Po, zakonisht na në 8 çomi për treninge për ashtu. E po mirë atëherë. Na trego pak a shumë se si e fillon një ditë dhe si e përfundon. Si fillon zakonisht dita? Po dita jemi fillon prej 9 mëngjes, më thënë. Shkojmë në trening. Një orë gjysmë di në valët, sa që shon treningi. Tani prej ati shkojmë edhe fitness, qashtu. Pas me rutinë ditore, me shku dikon, me bohe. Po. Ali, sa është tash më e rëndësishëm sporti për ty? Po, sporti për mu qëta shumë më rëndësi, se këtë sport të din e këmdosht edhe pi vogël, edhe gjdo dit me këtë sport edhe u ka ba një sen si pun, se për dit këtë të bëja. A keni ushtrime specifike që bënin për shembull gjdo dit, ose gjdo dit i ndryshoni ushtrimet? Po, jo punë e trajnerit, a i më varët që ka planin edhe që ta që ne thot a i bëjmë. Jeni në një klub? Po, në klubin e atletikës Liria. A numëron klubi juaj shumë antarë? Po, të dikund 20 mundet edhe më shumë. A mundet që t'ju kushtohet rëndësi se cilit prej jush, sepse nëse jeni shumë në numër, atër gjithë shka që mund bëni vetëm në grumbull dhe jo veç e veç. Po qëtash janë di trajner, edhe se cili i ka dhe grupën e vetë. Së besoj, ka 10 janë qështu, dyqysh. Janë të ndamë, do të të specifikum, ku mund me gjithin të mire, do në thotë, sa do pak. Po pëse të pikërisht që zgjodha atletikën duke pas një numër, do në thotë, të konsiderueshëm sporteve tjera? Me qenë se meshkujt zakonisht shkojnë në futbol ose basketbol, dhe diçka të ngjashme. Po edhe futbolin e kum pëlqy shumë, i vogël, për qerë, sidomos edhe. Po këtë atletikën edhe shkollë fillore në Komunën e Sarajit të na organizohet kjo në olimpiada shkollore, edhe prej aty në klasë 5 mora pjesë, edhe mora një dytë, edhe pse dhash mos të pravedon. Dhe sot ke arritur në një kulminacion të duhet. A keni ushqime të posaçme të cilat ju duhet t'i konsumoni? Sigurisht që nuk duhet t'u ushqeheni me gjëra të cilat kanë yndyrë të shumë, me qenë se ndoshta ju bëjnë problem. Yndira nuk përdoret shumë të na se ndikon, po vitamina si pemë, perime, adin. Edhe konsumimi ujit? Po, uj, sidomos. Sa liter uj në ditë për afërsisht? Po në trening 1 liter uj. Vetëm gjatë? Po, vetëm gjatë treningit vetë. Edhe imaginojë gjatë gjithë ditës? Kush e di se sa? Pra ndaj edhe janë sportist? Po, sigurisht, nëse ne do të kishim pirë ka që mumi atër, qëka do t'ish puna? Po si keni punët me garat? Keni marrë pjesë në ndonjë gara, po pretendoni të merrni? Po, kam marrë pjesë në kampionatin balkanik për junior, që unë bajtë në bollët të Turkisë. Edhe aqe i solla pikët e parat Maqedonisë, vendin e 8, se aqe është shumë andrish, ata janë më të forti, kanë kushtet më të mira. Po asish këtu. Edhe këtu në Maqedoni, shtash e patëm një garë në Kumano, a që e mirë, shkoj kërcimeve dhe pare dhe vrapin në ditë. Dhe si e sheh këtë situatën do të ku ke marrë pjesë në këtë garën e parë në Turqinë, se nuk e baj. Si ishin ato emocionet kur dole në skenë? Po, është një provojë e mirë atje. Po, sidomos në Turqi, aty ku gjithë shka është e sofistikuar. 7-8 shteteve më të mirë atje. është një sen. Po. Po pavarësisht në të ardhmen, nëse nuk e di jeta do në thotë që a profesioni tjetër do të ofroj, a ke mendu ndonjëherë që do praktisësh sportin? Jo, s'e kam mendu të praktis atletika se mos. U ka bo një sen që për ditë e bëj, edhe s'besoj që... Çdo njeri ka një ëndër të vetën, çdo kush e ka një synim për jetë. Cili është synimi juaj për të arritur? Synimi em është që të bëjmë shqiptari parë në Maqedoni që shkon lërat olimpike, që të bëjmë 2020 në Tokyo, Japoni. Dhe urojmë që t'jetë një gjë e tillë dhe të realizohet. Duhet të punosh shumë për këtë, me qenë se pa punuar asgjë nuk mund të arrish.
nuk mund të arrijë askush pa punuar, jo vetëm për ju, po ju drejtohem juve me qenë se jeni në studio. Dhe kjo është ajo. Mund që të na tregoni pak për eksperiencën tuaj në përgjithësi, se si kaloni gjatë ditës, cila është ajo gjëja më e vështirë të cilën e keni bërë deri sot? Po, gjatë ditës tash, edhe më herët në trening kena për ditë, edhe trening jo, edhe i ranë, normal, se pa me sponu shumë t'i së në mrinë ata. Tani në shpi që ashtu. A keni konkurencë të fortë? Po, konkurenca është të fortë të Maqedoni. Dhe si mund që t'ja dalësh, t'i mposhtesh ato? Po, me punë këtë batë. Nëse nuk do t'i shemarë me atletik, me qka tjetër? Ku e kishe gjetë me sport, ama më cash edhe ma eret, për qerën ka pëlqy shumë. Besoj që të vazhdojsh e qatë. Vërtet? Po. Interesant atëherë. Ne dëshirojmë shumë suksesa. Faleminderit shumë. Dhe urojmë që herave tashme do të takohemi sërish, kur ti do t'jesh një kampion botror, ndoshta një përfaqësues i mirë i Maqedonisë. Neve na duhen njerëz të tillë. Zakonisht të rinjët nuk shohin perspektivë këtu në vendin tonë dhe mundohen që t'i marrin rrugë të jashtë vendit tonë, në Ballkanin Perëndimor ose ku e diun e ko. Të kisha sugjeruar që mos ta bësh një gjë të tillë, qëndro këtu me qenë se nëse largohemi të gjithë, atëherë do mbetet vendi i zbrazët. Edhe pse t'ja lëm dikujt tjetër këtë vend kur mundet që ne t'jemi. Po këtu është edhe shqiptarë dhe Maqedonë, thash. Normal, ata i duhen më shumë vetin, edhe ka pak adin pa drejtësia. Sa do që punon ti, ato prap janë që e hupin atë punën të anë. A ke mendu ti në të ardhmen, dëshiron dhe për tosh diku jashtë, apo do ngelesh këto si shta hava? Po, kam menu për jashtë, edhe besoj që kam e shku, se këtu besoj që po atë. Po pse? Po nëse shkon ti, kush do mbetet këtu? Nëse shkon ti, nëse shkon tjetër? Po jo, shkoj atje, veç ushtroj për atë klubin që kam e shku atje dikun, edhe ama prap kam e garu për Maqedoni. Shkon edhe e merr nektarin diku tjetër për të ardhur dhe për t'ja dhënë vendin. Po, të kthehet edhe kontribon në vendin. Tu shumë shka pa drejtësie. Po, sigurisht. Po. Faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë. Shpresoj që të takohemi sërish. Kërkojmë një shkëputje të vogël nga regjia, besoj që t'ju ketë pëlqyer biseda në studio dhe sigurisht që ne do të rikthehemi sërish këtu.